Në qytetin e Vlorës, në pyllin e Sodës, një nga zonat më të njohura natyrore dhe turistike, një problematike përsëritur vazhdon të shqetësoj banorët dhe vizitorët. Fenomeni i rënies së pishave dhe pemëve, i cili shfaqet kryesisht mbas tuhive dhe errave të forta. Edhe këtë javë mbas tuhive që përshin vendin, pylli ishte i mbushur me pemë të rrëzuara. Situata e përsëritur tregon se nuk po merren masa parandaluese ose mirëmbajtëse në kohë. Pishat e rrëzuara mbeten të patrajtuara për ditë të tëra, ndonjëherë edhe javë, duke bërë rrugën të pasigurt, por edhe vizualisht të pakëndshme për vizitor që shëtisin në këtë zonë. Përveç kërcënimit për sigurinë, fenomeni ndikon edhe në imazhin e qytetit si destinacion turistik. Por rënia e pishave nuk mund të shihet vetëm si pasojë e stuhive. Mungesa e një plani të mirëmbajtjes së pyjeve urbane, inspektimeve periodike dhe ndërhyrjes së shpejtë e bën fenomenin të përsëritshëm dhe të parashikueshëm. Pylli i Sodës, përveç rëndësisë ekologjike, është një atraksion i rëndësishëm turistik, duke kontribuar në zhvillimin ekonomik të zonës përmes vizitorëve dhe aktiviteteve që zhvillohen aty. Banorët e zonës dhe vizitorët kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme nga autoritetet, pastrim të shpeshtë të rrugëve, sigurinë e pemëve të dobësuara dhe një plan të mirëmbajtjes afatgjatë për pyllin. Pa veprime konkrete, rreziku do të vazhdojë dhe përvoja e turistëve mund të dëmtohet, duke ndikuar jo vetëm në sigurinë fizike, por edhe reputacionin e qytetit si destinacion turistik. Pylli i Sodës mbetet një nga zonat më të bukura dhe më të rëndësishme të qytetit të Vlorës, por pishat e rrëzuara janë një kujtesë e fortë se menaxhimi i hapësirave natyrore urbane kërkon përgjegjësi, planifikim dhe veprim të menjëhershëm. Në një qytet që synon të zhvillohet si destinacion turistik dhe të ruajë mjedisin natyror, siguria e qytetarëve dhe vizitorëve duhet të jetë një prioritet absolut.